luftën e ka që këtu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi Trunin e wasallam, vogël. trunin e vogël. Tash kam të kallzu pse trunin e vogël. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yaqidu shaytana la kafa ahadikum fi kulli layl. Thot shejtani çdo mbrëmje. Para se mbrëmje flet vend të lidh trania që këtu. Po, hadith. Hadithin. Edhe i thot urqut alejke lejlut tawil. Flen se nata është e gatë, nata është për ti. Tha nësa i flen, bere flen, tha nësa i zgjohet. Ngoshte, nësa i zgjohet. Përmend Allahun. Në rabdes. Falë recatët, zgjidhen që këto trenie. Çka bon sabah? Tha yuzbihu nashitun nafsit. Tha qohën sabah tayyibun nafsi nashita. Qohët sabah zemër mirë. Në gjuhën tash pak ma në internetit, poskateve, po tham, poskateve, podcasteve, më falem. Dhe me thonë, jo top form, energji pozitive, shpërndan, është plot energji pozitive, edhe zemër mirë, edhe plot vullnet, plot energji ka. E kundërta, dhe nëse flen, tha yuzbihu, khabithu nafsi kaslana. Tha zgjohet, mëngjes, zemër prisht, plot energji negative. Asa bojnë se ka falë. Asa bojnë se ka falë, asa ka përmen kur gjuhë, keslana, pritafsh. Pritafsh. Priton as edhe buk me hongër priton. Priton edhe me hecë dy shkallë. E shna është problemi. Kur të vedes tash këtë gjini shkon këtu. Truni i vogël sipas studimave ka dy detira më të rëndësishme. Një përmes se 60% sistemit nervor njeriut, apo motorika e njeriut, do me thonë udhëheqet prej trunit vogël. Çka është kjo? Do me thonë lëvizjet tona të cilat i bajnë. Muskujt, lëvizjet, gjithçka, do me thonë udhëheqen prej trunit vogël. Po të njëjtën kohë është edhe depo informatave tona. Do me thonë depo informatave tona. Gjithçka dimë, do me çka dimë është atje. Çka bën gjini, po folisht në mënyrë hipotetike, jo që e di, po parafërsisht, gjini e vendos një lloj zbije, ka vendos këtu, ti merr informatat e tuaja. Këtë çka di. Edhe vendos kokën e vet. Në momentin që vendos kokën e vet, ai klonizohet. Do me thonë, abdili këtu. Edhe ai pastaj fillon me t'i këshirën emocionet. Pikat emocionet. Se në emocionet i ki shfaqen pikat e dobta. Do me thonë, kur t'i këshirë emocionet, e këshirë emocionin e frikës. Do me thonë, ku i frikuti mas shumëti. E këshirë emocionin e nervozës. Pis qka ti e nervos mas shumëti. E këshirë do me thonë, emocionin e frikës, nervozës, mërzijës. Çka të mërzit më shumë. Po, çka të mërzit më shumë, edhe emocionin e gëzimit. O t'i jep një ka një këto, o t'i jep koktel të trijet. Trio edhe, do me thonë, 3 me 1 kafe. Neskafe, do me thonë, t'i bajnë një reklamë, në është të na jep në i parë. 3 me 1, ose të sulmon 3 me 1. Shtash. Njeri ju, gjini nuk sulmon me kokën e vetë. Gjini sulmon me kokën tonë. Informatët e cilët i kinë kokën tonë, i përpunon. I përpunon atë shmirë, sa që ti din pikët e dopt të ti. Kur do me të mërzit, e di se ti përshkaj mërzit. Shembull, po të hap një shembull për të. Fjala e hinokok për ti, ka do me thonë. Cila? E hinokok. Jo. Nuk e di shka është. Nuk vjen gjini ti me të bindë se ki e hinokok. Absolutikisht se ti nuk e di çka është hinokoki. Nuk e di as kuptimin, as pasojet nuk e din, as dhimbjet nuk e din, as kur gjonë, do me thonë se nuk e di çka është fjala e hinokok. Po të hemi gjindë une, unë e di që senin e parë që ka ma bo e hinokokin. Da unë kam e mbinë që ti vazhdojnë me pas e hinokokin. Apo jepi e hinokok. Apo tash, dikush në familjen e vetë, i vdes dikush familjarve, i cili e ka pas kancerin. Dhe ka emocione për vdekjes, staj ka emocione mërzije për kancerit, emocione frike për kancerit. Nëse hin gjinit aj, kam ja bot gjini se cilën 15 minuta e ka kancerin. Herë kam e pas në krije, shko bën analizet, e kam kancerin krije, shko një banë të super, je kristalli paqtije, shko në të vallo e kam abdominalja. Do në shko një banë barkën, pas i të asose të kam gjiksin, pas i të asose gjiksin, do të vallo e kam kom. I shko në ta një imrin duke bo analiza, e kam kancerin, se kam kancerin. Problemi është se kë e binë të tekshërën, ato të dhimt, a di që shka dek, e mërzit.